Në festën e zojës së Këshillit të Mirë, pajtore e Shqipërisë, në bazilikën kushtuar saj u kremtua mesha solemne, duke shënuar njëkohësisht edhe hapjen e vitit jubilar në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së saj si pajtore e Shqipërisë. Kremtimi u drejtua nga kardinali i bazilikës papnore Santa Maria Maggiore, hirësia e tij Roland Makrickas, në praninë e mira besimtarëve që kishin shtektuar drejt bazilikës nga mbar vendi, gjithashtu një grup prej tyre nga dioqeza e Rrëshenit që kanë shtektuar për ditë të tëra drejt zojës. Në këtë ditë të festën në të cilin kremtojmë zojën e Këshillit të Mirë, mbledhemi si populli rreth nënës për t'ia besuar me besim jetët tona, familjet tona dhe udhëtimin e kishës së sonë. Është një gest i thjeshtë, por thellësisht i rrënjosur në historinë dhe në fen tonë. Këtu mësojmë t'ia dorëzojmë Marisë gëzimet dhe vështirësitë e çdo dite, të sigurt për praninë e saj amnore. Kjo basilika nuk është vetëm një vend devotshmërie, por është kujtesë e gjallë e fesë së popullit tonë. Në këtë vend jehon lutja e brezave, ruhen vuajtjet dhe shpresat dhe ripërtërihet besimin edhe në kohën më të vështira. Sot me këtë kremtim solemn hapim edhe viti jubilar marian, në përkujtimin e 130 vjetorit të shpalljes së zojës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë. Është një kohë hiri që na fton të ripërtërim besimin tonë në ndërmjetësinë e saj amnore dhe të rizbulojmë bukurinë e një feje të jetuar me thjeshtësi dhe guxim. Në këtë të diel të 4 të Pashkës, kisha na bën të dëgjojmë zërin e Krishtit, bariu të mirë. Në ungjillin e Gjonit, Krishti thot: "U jam dera e dhenve, unë kam ardhur që dele të kenë jetën dhe ta kenë në plotësi." Këto fjalë jehojnë sot me një forcë të veçantë në këtë vend të shenjtë, në bazilikën e Nanës së Këshillit të Mirë, zemra shpirtërore e popullit shqiptar, ku prej brezash besimtarët vinë për të kërkuar dritë, ngushëllim dhe këshill. Jezusi paraqitet si dera, jo një ndër shumë të tilla, por dera e vërtet, ajo që të çon në jetë, në një botë shpesh të shëmtuar nga pasiguritë, rrugë të përqarta dhe premtime mashtruese. Krishti nuk ofron vetëm udhëzime, ai ofron vetveten si rrugë të sigurt, të hysh nëpërmjet tij do të thotë të gjesh shpëtim, liri, plotësi. Dhe këtu e kuptojmë thellësisht titullin aq të dashur për popullin shqiptar, Nëna e Këshillit të Mirë. Maria nuk na mban për vete, por na çon gjithmonë tek Krishti. Është ajo që tregon derën, që drejton zemrën drejt birit. Këshilla e saj nuk është thjesht një fjalë mençur, por një jetë që udhëzon, një prani që shoqëron. Në këtë vit kaqdomethënës, në cilën përkujtojmë 130 vjetorin e shpalljes së Marisë, Nana e Këshillit të Mirë si pajtore qiellore e Shqipërisë, kuptojmë me mirënjohje se Maria ka ecur me këtë popull në histori, në kohë provash, në vuajtje, në përndjekje, por edhe në ringjallje dhe shpresë. Hapja e vitit jubilar përbën një ftesë për reflektim, falënderim dhe ripërtëritje shpirtërore, duke vendosur këtë përvjetor të rëndësishëm në zemër të jetës kishtare dhe të besimtarëve, të cilët i drejtohen zojës së Këshillit të Mirë si udhërrëfyese dhe mbrojtëse në çdo kohë.